Një aksion i befasishëm dhe i shtrirë në disa sektorë të burgut të Fushkryes është zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në kuadër të masave për goditjen e sendeve të kundërligjshme brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit. Në operacion morën pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, Adriatik Kupi, Drejtori i Policisë së Burgjeve, Paulin Rajta, si dhe 10 efektiv të Policisë së Burgjeve të angazhuar me 10 furgon operacional. Kontrollet nisën rreth orës 17:30 dhe vijuan për afro 2 orë, duke përfunduar në orën 19:30. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrolleve të ushtruara në dhoma dhe ambiente të ndryshme të burgut, u zbuluan dhe sekuestruan 3 telefona celular, 3 ora inteligjente me funksion komunikimi, mjete të improvizuara të mpreta, si dhe sendet e tjera të ndaluara që mbaheshin nga të burgosurit në kundërshtim me rregullat. Burime e bëjmë dije se kontrollet janë kryer në mënyrë të imtësishme, me verifikime në qeli, ambiente të përbashkëta dhe sende personale të të dënuarve, me synim parandalimin e aktiviteteve të paligjshme brenda burgjeve. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thekson se aksionet të tilla do të vijojnë edhe në institucionet e tjera penitenciare në vend, si pjesë e planit për forcimin e sigurisë dhe luftën ndaj futjes së sendeve të palejuara, përfshirë telefona celular, lëndë narkotike, armë të improvizuara dhe mjetet e tjera që të cënojnë rendin dhe sigurinë në burgje.